Kryeministri Kristian Miskoski vazhdon të qëndroj stoik në lidhje me qëndrimet e tij për organet gjyqësore. Ai tha se nuk ka arsye për të rritur buxhetin për gjyqësorin, duke theksuar se Maqedonia e Veriut si shtet ndan nga buxheti fonde për sistemin gjyqësor më shumë se 70% e vendeve anëtare të BE-s. Ne tani duhet të bëjmë debat publik me individ, do ta përsëris. Nuk është shumica e prokurorëve dhe gjykatësve. Individ që kanë marrë pozita nuk lëvizin me vinç, nuk mund të lëvizim nga atje. Ulen fuqishëm, luftojnë për karige, pak u duken 3.000 euro, duan pak mujore prej 5.000 eurove. Mickoski u pyet edhe për shkarkimin e kryeprokurorit Lupça Kocevski, për të çka tha se po kërkojnë rrugën e duhur. Me rëndësi është që kemi ardhur në konstatim tani të shohim procesi juridik si është, të mos mbetet pastaj ndonjë dilem, që në ndonjë raport tjetër mos të gjendet emri i këtij personi dhe qeveria ka bërë diçka kundër kush e di çfarë. Për këtë kemi ardhur në këtë konstatim. Na lejoni të gjejmë rrugën e duhur. Mickoski tha se për të është i pranueshëm propozimi që 0.35% e bruto prodhimit vendor të ndahet për gjykatësit dhe prokurorët. Ai theksoi se si shtet të ndajnë më shumë jetë për sistemin gjyqësor sesa mbi 70% e vendeve anëtare të BE-s.